Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mi mbrëma dhe mi se takohemi në emisionin të njohim të vërtetën me profesor doktor Shefqet Krasniqi. Edhe sonte kemi një pyetje të cilat kanë arritur me SMS, ku do të fillojmë me njëherë me pyetje të radhës. Hoxha, si dëshirojmë se ardhe, selam aleikum. Atëherë Hoxha, po e fillojmë me një pyetje që është edhe aktualitet në Kosovë fatkeqësisht. Thotë si është e mundur në një vend kaq të vogël, në Kosovën tonë të dashur, të kemi vrasje të përditshme në qytete të vogla dhe të mëdha. Si është e mundur me vra vllahun e baba djalin. Çfarë po ndodh me Kosovë, sepse deri vëna kanë pas shembull të Shqipërinë, tash Kosova bën më zi se Shqipëria. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. E falenderojmë Allahun e madhruar për çdo mirësi dhe begati, e në krye të gjitha të mirave dhe begative pa asnjë dyshim, është ky Islam, është ky nuri dhe kjo dritë qellore, është ky Kur'an. Pastaj salavat dhe selam i dërgojmë të dashurit të Allahut, volës e pejgamberëve, zotëriut ton dhe të mba njerëzimit, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e tij derisa të kësaj dite, dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj, kur flasim për vrasjet në përgjithësi, ku do të qofshin ato, se vrasja është vrasje, e në vendin tonë në veçanti, sepse dhe më shumë, është një ta quaj temë e cila është aq e dhimbshme, aq e prekshme, është një mohabet për të cilën nuk bën me kaluar njeriu kalimthi, ndodhi, se që është çështja apo detyra e mediave me raportu si ngjarje. Mirë, mediat e kryen vetën me raportu si ngjarje, por problemi nuk është zgjedh aty. Ato të veç është qarua se kush kë e vrau, por problemi nuk është zgjedh. Andaj, këtu dohet këtë çështjen e vrasjeve dohet studiuar nga shumë kande. Është një problem social që duhet analizuar e studiuar nga të gjitha kandet. Nëse jemi të sinqert dhe e dojmë të mirën vatanit, e dojmë të mirën atë dheut, popullit ton, rinis ton. Do të studiuar si fenomen, si dukuri negative, gjithsesi, por e përhapne, sepse dukurit negative gjithmonë kanë qenë, janë dhe do të jenë, por dhe ato nuk zhduken dukurit negative, në mirë absolute nuk zhduken. Allahu i madhruar, pe që ka kriju këtë dynja dhe kur është zotuar iblisi atje që të bëj sherr, Allahu ja mund dësaj, tha sot më është i bë sherr, nëse të ngojnë, këta bë sherr. Dhe sherr nuk nalet, ma dhe një shoqërinë më ideale, më të përsosur, që ka qenë shoqëria e pejgamberit Muhammed me shokët e vet. Pa them këtë sepse historia në mënyrë absolute, kështu flas bindshëm këtu, në këtë pikë, anë pse bindshëm flas këtë të që them, por këtë ta mund ta vërtetoj sa dush fakte, nuk ka pas, as nuk do të ketë shoqëri më të përsosur që ka vërtetuar historia, se sa gjenerata shoqëria e pejgamberit Muhammed alayhi salam. Megjithatë kanë ekzistuar dukuritë negative, por në minimum të minimumit. Imagjinate gjatë krejt jetës së tij në periudhën medinase janë njohur 4 vrasje. 4 vrasje, respektivisht 4 herë ka ekzekutu. Në fakt për punën e dukurisë negative të moralitetit zinas atje, e që ka pas dënim të randë. Ndërsa, tek vrasjet, edhe me pak. S'ka vrasje. Por nuk do thëtë që nuk ekziston në mënyrë absolute. Për shembull, në kohën e pejgamberit krejt, në kohën e Abu Bekrit krejt, nuk ka ndodhur një njeri të vret 2.
Deri në kohën e Omerit. Respektivisht bëhen 2 veta ta vrojnë një. Këtë deshta të them, të bëhen 2 veta ta vrojnë një. Nuk ka ndodhur. Pra ka qenë minimal. Megjithatë, pa dashur me hup kohë, dukuritë negative kanë ekzistuar. Immoraliteti, vjedhja, anë pse ja, 2 raste. Por kanë ekzistuar. Pra, shkollja e rrojve të dukurive negative është e pamundur. Për sa të ketë njerëz, këtë tokë. Ama të dohet me minimizu. Nuk mundesh me minimizu ato, pa i studiu, pa i analizu, e pa ndërmarr masa në të gjitha kandet, të cilat ndihmojnë. Për shembull tek ne, në Kosovën tonë, pse ka shumë vrasje? Pra për kuptojmë që është shqetësuese sa të dush, ama sa të dush është shqetësuese. A që është shqetësuese? Sa që kur shkojna me pa ne hoxhallar dikon, edhe xhamati, nuk din fjalë që shmi gjetë. Nga se mërzia është më e madhe, rasti është më preks, se sa nga njëherë që të punën goja, se sa që din me folë. Pra atë populli përdor, thot nuk më di qa me thonë. Zemra ti din, po gua si aqet. Nga se gjarja është aqet mërshme, aqet randë. Mërzia është aqet madhe, njësë janë aqet shumë prekon, aqet shumë let derdhet, tragedi. Sa që gjuha nuk mund të përshkruaj atë që e ka mendja dhe që e thët zemra. Tani, mërzia nuk mjafton pra, por shkaqet me i gjetë. Unë mendoj, nëse dojnë të përthekojmë shkurt se kjo është temë e gjanë. Tek ne ndikojnë faktori i gjeneve. Shqiptarët janë gjak nxehtë. Shqiptarët janë gjak nxehtë sikur se arabët. Gjithmonë shqiptarët e kam pasur në gjak hakmarrje. Para krishterizmit, pas janë bërë krishter nga paganizmi kërë në bërë ortodokse, pas kanë kalu në islam me gjithmonë e kam pasur. Tamam? E para. E dyta, vetëdjesimi ka qenë i mëngët dhe vazhdon të jetë sot dhe kësaj dite. Vetëdjesimi i shoqërisë për pasojat e vrasjes. Në terminologjinë tonë fetare për mëkatin e vrasjes, mëkatin dhe pasojat. Bashkë tani. Mëkati është vetë i veçantë, pasojat janë tjera. Ku janë pjesë e mëkatit, por janë të veçanta. Nuk është vetëdjesu shoqëria sa duhet. Vazhdon edhe sot dhe kësaj dite të mos jetë vetë djesuar. Në 3, mungesa strikte e ligjit, e dënimit rand. Po thonë dënimi rand me vdekje? Po, me vdekje. Me vdekje. E që kjo është e pamundur në kohën aktuale tek ne, sepse Evropa nuk lejon. Nga se Evropa punon me ligjë të vetë, ata zami dojnë me pronejgjë në heve dhe ne kam pru ligjë skandinavisë tek në Kosovë. Po popullë skandinavës, me popullën shqiptar, si natën me ditë. Si natën me ditë. Popullë skandinavës, midis rrugës të nëzanë në rejë, bëm, shqiplak, edhe veç janë i se kanë se jetë që aty. Prevot e shqiptari. Në shqiplakën e borë, bishë në bela. Po, bishë në bela, të vret këtë rëptaj, jo është ty, këtë rëpt të vret tani. Dhe këtu ka është gabimi i ligjvënëseve tonë shqiptar, të cilat pas të kanë gabuar shumë gjështë në qështje. Nga se kanë marrë pako, komplet i kanë marrë, qysh kanë qenë ligjet, pa studiuar mentalitetin e shoqërisë. Çdo shoqëri ka specifikat e veta. Pse amerikanët nuk pajtojnë me ligjët evropiane në shumë çështje këtë rast për shkak të vrasja? Nga se mentaliteti, shoqëria, vetëdijësimi, niveli i vetëdijes, shoqërinë amerikane është tjetër nga ai skandinaveze apo Evropës qendrore. Ata kanë thonë, nuk ligjët e Evropës nuk kryen punë në Amerikë.
Andaj dohet ligje tjera. Pra mungesa e ligjit me qenë shumë mungesa masa strikte. Tani kur është atë s'kem qasin ne. Besoj që as shteti jonë s'ka qas nga se nuk mundet ta bëj dënime vrasje nuk mund nuk të lënë Evropa. Për momentin është e pamundshme. Andaj është mund teorikisht me fol, praktikisht e pamundur. Por edhe gjenet me ndrua kemi vështirë, se jenë që ata që jemi shqiptar, me vetdije. Mbetet kje mesmja, vetdijsimi i shoqërisë. Vetdijsimi i shoqërisë bëhet në të gjitha fushat. Të fillue me familje, të fillue në shkollat fillore për klasës parë dhe në qerdhe, të përdor xhamin, të përdor fenë për gjithësi, të përdor mediat, arsimin për gjithësi. Të gjitha strukturat duhet të angazhuar seriozisht në bashkëpunim njëra me tjetrën. Dhe jo vetëm për vrasje, por edhe për drogë. Sepse shumë herë shkak vrasjes vijnë edhe faktorë tjerë ndikojnë, droga. Ose fajdja. Sa njerëz vritën shkak fajdës? Sot apo vjen e bën imkate që është fajdja, si rrjedhoi vjen deri tek vrasja. Pra, dukri negative fajdja, dhe të me vitë disumili, të pa dëhave nalë fajden e ka nalë shteti jonë, Allah ja shkru për sevap atyni që ka nalë, që pej punëve të pakta me gishta, që kanë bët qeverit mas luftës të mira, është ndalimi kazinave. Që kanë përkrat herë, kanë bët shkrime, hala vazhdej ta përkrahit të falenderejt, mirë njës, falenderus, për atë punë, atë hapë të mirë që kanë bë, në atë ku ka qenë kryeministe Ramush Haradinaj, Zotja shkru për sevap ati. Tash nuk e dija dëna sevapën asë dënaj, po ne kena drejt më lutë, Zotja shkru për sevap, për punën për atë hapë që kanë dërmarë. Megjithatë, ka natën, ka zinë luj natën në shtëpijat private, dalin Maqedoni, Kotaniun e tjerë. Nuk mund ndalen krejt. Shteti ka bët vetën aty, dhe vazhdon me ba. Por duhet edhe elemente edhe faktorët e tjerë me ndiku, sikurse feja. Tani, shteti jonë, a i ka marrë masa të gjitha të duhura për me edukue shoqërin në largimin e dukurive negative, si fajden, drogen, vrasjen, alkoholin, prostitucion, të se kanë ngalli fërta, dhe këta nuk e nëmërojnë dukuri negative këta. është normale. Për ta, normale, po bile shtu tjerat. A kanë marrë masat e duhura ju? Prej masave, prej mungesave, pa mangësive që i kanë lanë këta, pa për argumenteve tone që kemi ne, se këta si kanë marrë masat e duhura, dhe vazhdojmë se marrën, është mosfutja e landës fetare në për shkollat laike publike. Këta, atë që i bje kje mesele? Kje mesele i bje për natë të res, më dek djalli. Për natë të res, më dek djalli. E kanë kjo fjale urë të popull. Kjo është e keqe kje punë. Po kështu përdorën ata. Pra, për i natit fes, le të mdesin djemë të mi. Që të bjen kjem praktik. Për i natit nuk kam e lanë fel, edhe nëse shkatëroj shoqëria jam. Kur i bjen men këtyne? Legjvënëseve tonë tjërë. Kur i bjen men? Kur t'i kërset në shpet vetë. Kur t'i kërset në shpet vetë, me vrasje, me drogë, me faqe zeze, me bela, atërë thot, a ka kush që ma këndëll djallin tem? Je mas parë me të kënel ty, me të qelë syt, ty mu të qelë syt. Po, ty mas parë me të qelë syt, tani me të qelë ty në syt. Sta shëbëvan. Ta shka kërësit në kry ty, ka kërësit në shpinë ta onën, kërëz, ta shpëkuptan. Sepse me të kam mësu djallit në shkollë atje. Shkollën laik me të kam mësuhe, me akon që një hoshtë atje. E që kërkush në dynjat, as psikologja, sociologja, kërkush nuk e spjegon më mirë damën e alkoholit, damën e vrasjes, damën e drogës, dukuriu negativ për gjithësi, se sa që e spjegon hoxha. Kërkush nuk e spjegon më mirë, kërkush nuk mundet me ndiku ma shumë, njërë absolute. Nga se hoxha përdor edhe elementin psikologjik, e përdor. Jo vetëm elementin ajeteve të haditheve tekstual, citatet, por e përdor edhe elementin psikologjik, pedagogjik. Andaj është edhe një shkas, një arsye tjetër e fortë, që landën fetare në përshkolla, jo me i bohë gjëllar, as me i bohë gjënica, por me edukurinin tonë.
Kto është frikat e Po ata në thash për natë tresëm tek djalit, që kjo është? Frika se këta po bëhen radikalistë islamista. Tani edhe ky element radikalizmit e ekstremizmit që ti tutesh, po që të shkollat, hoxhallar ta zbusin këte. Po edhe këtu ndikojnë ata. Sepse hoxha i Mirfelt, e hoxhallar të Mirfelt janë elhamdulillah pe Zotit, tash çdo grune ka kanë kokër, ka kal aty, nuk bëhet e mesele pa pas. Po dëna, po thënë që me laçe krejt, por në vija trashe, elhamdulillah pe Zotit, hoxhallar se që është mësë miri, din me edukurin tonë, djemë të tonë, në një frymë mesatare, një islam mesatar që Kurani thërëtën të, Suneti thërëtën të, medhebion thërëtën të, ki dini Allah të është mesatar, e me edukurin tonë, nesër pas nesër, me kuptuaj që vrasja një njeriu është baraz me vrasja në këtë dynjas, me kuptuaj që me vrasja a e ka humblum të rinë këtë dynja, për veti, a ju ka shkaktu plag, të pashërushme, krejt antarë familjes që a i ka, sa t'jenë gjallë këta, edhe t'ja vlen milionat, t'ja vlen që ka dënaj, aja ka kallë shpirtin, e ka lanë plak që nuk kam ju shëru, deri t'ja handhejo, gruse, burrit, babës, nanës, vllate, motës, familjes, ma edhe familjes ma të gjanë, aja ka humbë ahiretin, edhe nëse mytet e këputët të punu pun tjera, bre. Sepse Allah është kërsnu ati marandë se shdo kuj tjetër. A i ka bërmkatin më të maltë më të shumë në tokë, mas kofret e shirkut. Këtu kërkush nuk jam sen më mirë se sa hoxha. Këtu i mjaftoj një robi që ka pak men, e me thonë, më mirë, pasë është edhe haditha që kun me këtule u la të kun katila, mos pranë me bo vrasës, pranë me ka një vrarë. Pra i bie, shtindor timon, ty nuk shtindor. Që që tha Habili Kabilit, bejt Ademit, kale le aktu lennek, a i tha ka me të vra, këj tha uneja, len basatte i leje jedeke li taktuleni, ma ene bi basit jedje li aktulek, inni e khafë Allahe Rabbel Alemi, nëse të tha, te o Kabil, e zgjatë dorë më mytë mu, o nuk e zgjatë du me të mytë ty, unë i tutë në Zotit. Që i bije, të më pash vla me mytë, unë nuk kam vla me mytë. Dhe Allah e përmendin Kur'an këte dhe lezohet deri në kiamet. Pra, nuk e pranaj, nuk e bëj ato. Nuk derë dhe gjak. Nuk e shtri dorën drejt vllau tem. Në këtë formë, nuk themi se eliminohet vrasja, por paksohet në maksimum, në minimum. Kalojmë tek një pyetje tjetër ku thotë në cilat raste lejohet të bëjmë berrëshëm. Për shembull, nëse tregojmë një të vërtetë, mund të vijë deri një problem qoftë në shoqëni, në familje apo në biznes e kështu me radhë, kështu që nëse rrajmë gjërat që të suhen. Kjo është pyetje me karrë me besht. Njerëzit kanë ndër njeriu e ngreh katjakana. Tamam. Për ndryshe në parim, beja rrajshëm, është për mëkateve të mëdha. Në shariatën islam, beja është 3 lloje, 3 kategori. Beja rrajshme, kur betohesh për një të kaluar. E disa kanë thonë për një tashme, se është kështu, ajo është ashtu. Për e mohon realitetin për interesat tua, ose me ik një pasoje. Tamam, se për shembull shkon në gjykat, dhe në gjykat tek ne në fen tonë pranohet beja. Po në popull tonë, thotë dikush për shembull nëse më bën beti, unë ta fal. Ja thotë, bën beti që si kanë çat ditë çatë, bën beti që se ke bë me qëllim, bën beti që s'ma ke marr mua, unë të besoj. Apo, ka që ka mileti jon. Thotë më po më kanë zemra që ti ma ke marr. Zemra po më kanë, apo do me të rretëm të kalëzë drejt. Zemra po më kanë. Një njërë më kanë zemra në ty. E qysh me pastru vetën une? Me be. Dhe kështu ka funksionu të shqiptarë tonë, që prash pjesë e fesë. Bënë mbeti, je i pastërt. Ta shqot më mbe rraj shumaj, ke quhet, pse me shfajsu vetë vetën. Me më hunit realitet.
Kjo është jemi dërgamus. Ka në hadith, jemi dërgamus, quhet betimi zhëtës. Zhëtësa sepse e zhyt në gjehnem. është gjinoh më të mëdha. Imkate më të mëdha që a mund të bëj robi. Tani, njeriu nga njëherë, pra ta është kjo është me karem, njeriu nga njëherë, detyrohet me bo be. E din për shembull armiko, e din se na shqiptarët o mëse nuk bëjnë be rrejshëm. E din. Andaj thët bëm be ku filani. Tash, për shembull, vinë bandat kriminale edhe lypin një njeri. Ai ka hin shpetane. Te e ki bërsh me mbrojt. E të ka randerë. Por jo nëse njek shteti, ka dalim. Ja dalan. Sepse shteti nuk e njek për keq. Shteti e njek që ai i ka bo një shërë. Ka vërat dikënd, ka myt dikënd, ka vjedh, ka bo një shërë për njek shteti. Tamam? Këto nuk zëmë më shif. Sepse konsiderohesh pjesëmarrës në krim. Dënuar. Këtë po flasën me ligjet fetare. Po flasë me ligjet fetare. Për anda maj përgjësi për të që po thamë. Por, nëse për shembull bandat e njek diku që ndodh njerëzit vërite me zveti ikin. Iki shkreti. Edhe më shefet shpetane. Tash. Të dera vjen ai thot filan e hitë ti. Ti thos s'është. Ose e pe filanin. Ti thos s'është se pash. Do të bën beqë sa hi këto. Tash, jemi së dy çështjeve. Ose me thonë jalla në bezbëj, e ka kam në shpe prahin edhe gjojnë e myti njerin. Ose me bobe i rajshëm. Cëla ma shtrajt, ma shajt e me rujt gjakun e njerit. Me rujt gjakun e tina. Sepse e s'kthejet, e mytet njerë e myse, ati mund me pendim, pasrohet, pendimi. Por këto që kanë thonë në lemat. Pra në këtë rast e johet, por u lemat kanë thonë. Edhe këse raste, dhe veçmëri është me thonë për shambull, pasha Allahon, wallahi, billahi nuk ka këto, edhe me gishë bën poshtë nuk ka këto, për nuk ka para me e qëto, me njët e kitë qëto. Ose, e ke pa, që nështë e ke pa dje, për të tash dhe të rësh më bobe, për thu përset në vetë vetën tonë, wallahi, billahi, vetë vetën tonë se kam pa sët, e kam pa dje. Për më rujt atë. Pra, për me rujt gjakun i dikujna, pasërin i dikujna, me rujt njerëzve parimet, moralin dikuj, me rujt nderin dikuj të kështë më radhë. Atëherë është radha për një pauzë të shkurtër për të falendëruar sponsorët tanë dhe pastaj kthehemi në studio. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Pas blokut të marketingut do të vazhdojmë tutjet të ndëruar me pjesën e dytë të këtij emisioni dhe me pyetjet e radhës, ku hoxha është pyetja e radhës me SMS-at, a është vjedhja zullum ose a konsiderohet vjedhja zullum? A konsiderohet vjedhja zullum? E çka është zullumi? Zullumi, në aspektin gjuhësor, po kthena që në fjallën zullum të kërrënja saj, e që është për gjuhës arabe, dhullum, në themi zullum, është me vendosë diçka në jo në vendin e vetë. Çdo sen që ka vendosë diçka jo në vendin e vetë, në aspektin gjuhësor është zullum. Për ata shirku është zullumi më i madh. E çfarë zullumi ka të bëj? Çfarë ka të bëj zullumi shirku? Po ka të bëj sepse nëse nga aspekti gjuhësor ke vendos diçka, ke vërë, ke vendos diçka jo në vendin e vet. E çka ka të vendosë jo në vendin e vet në besim atje? Po, në vend që me dediku besimin atij që meriton besimin, tauhidin, adhurimin, ibadetin, ti pja dedikan gurit e drunit e dikuj tjetër. Pra ke vendos besimin dikun ku se meriton. Kjo është zullum. Për ata Allah i madhëruar ka thujt shirkun zullum. Inne shirke lo dhulmun adhim. Vërtet shirku është zullum i madh. Kjo është më i madhi. Tani zullum është nënte
vjen zullumi, çdo send që e vendos jo në vendin e vet, që përngon dikend, apo në raport me Zotin, ke vendos jo vendin e vet, ke bo zullum. E që i bie, zullum i ke bo vetës tane, ose zullum i ke bo tjetrit. Kur bën shirk, i bën zullum vetës tane. Kur e namazin, i bën zullum vetës tane. Kur pin alkohol, i bën zullum vetës tane. Kur vret, i bën zullum dy fish. I bën zullum ati, i bën zullum vetës tane. I bën zullum vetës tane sepse ke ngarku veten, me gjuna. I bën zullum ati, sepse e ke largu drejtsin dhe ke vendu pa drejtsin zullumin vend drejtsis. Kur vjedh, ke bë zullum vetës dhe atina. Sepse e ke ma njerit pasurin pa të drejt. Marrja e pasurisë tjetër pa të drejt është zullum, çfarë do forme qoftë. Mashtrimi, grabitja, plaçkitja, vjedhja, korrupsioni, tannat, fajdja. Tanat janë këto forma për me marrë pasurin e tjetrit, mënyrë komata, atë po falet seka, mënyrë paleqme, e që zullum. Andaj zullume sa një ma. Nëse në therë e qëtë në udhe, dikon që atë, therë vogël, e qëtë në udhe, edhe pa qëllim, që ka për ti gurin 5 nalë të gjove poshtë, po zullum është, pse bre zullum. Pa bën men që kalon makina aty, dhe që i guri, i ngullet një rotës, e shpërthen, e ja hup njerit ditën, e nxjerr të lashe njerit, e harxhan lekë e menëre që ata. Zullum. Ose një therë, e kape i preve therat, qitë në udhe. Qysh i qitë në udhe therat? Kalon kalimtari, kalon kali, e hin kam, e lëndan, kalon insani, e shkeli hin kam. Bërë zullum njerit. Për atat me ka njëri shumë i kujdet shumë. Mos i bë zullum njerëzve. I bënë zullum njerit në aspektin kuptimor e përgojove. Shpife. Pse shpife? Pse më përhapet këqijat, edhe nëse i kam ba, edhe nëse jenë qashto. Bënë zullum. Pse? Sepse më përhapet keqen. Te ki bërsh ma mlumu të keqen, e përhap të keqen. Nga se qaj keqe që ma përhapet ti mu tash më pengon shumë, unë e kom ba të keqe, ose te ke ba të keqe. Por unë kom dit mi kalëzut dënjes. Kom dit me bo hap të aze. Por më kam ashtru dreqi, nefsi, o habita më ashtru bëna të keqe. Amo, lem të pëndohem, këshëllam ti mu. Nëse vërtet ma dë të miren. Por së mund thua se ma do të mirën, kur ma shpërndan. Më bënë e zëllam. Ma nëzanë me anë e punës. Në qitë i pej punë e mu. Pëse më qitë i punë e mu? Më bënë e zëllam. Pëse më qitë i punë e? Gjomi asyje të më qitë i pej punë e hinë e venë me jeti. Kalëzëm në gjomi asyje. A ke kompania jo të zatë një dhe të një me e drejtori e bosi. Dhe duke është nuk të pelqen, është të tepërt, është të drejtë e jote, e nuk është zullum, kontratë. Por të me dalavere, mashtrime, me njëftësi, me sem që e pipunë më përmarë vetë, zullum bëne. Se më bëne zullum më vla. Kështë zullum e së animal, gjdo e keqe që e bën njeriu, gjdo dëm që e bën njeriu, gjdo mkat që e bën njeriu, në raport me Allahun Azza wa Jall, me si dhe Zotit, apo me krijesat e Zotit, në mënyrën tjetër quhet zullum. Pra vjedhja, gjithsesi është zullum, madje zullum i madh. Shumë i madh. Po. Një pyetje tjetër e radhës ku thotë kam një pyetje për Hoxhën Shevçet, nëse mund të më tregua pse njerëzit po migrojnë, po ikin jashtë Kosovës. Shkolla po na mesin pa profesor arsimtar, klasat pa nxënësa, xhamit pa xhamat, besa thot kohëve të fundit edhe hoxhallarët po migrojnë, po dalin jashtë sepse po e gjejnë veten më mirë atje. Këto janë së pari, migrimi është një ligj i Zotit.
të cilën Allahu ka cekë edhe në Koran. Dhe na ka tregu se si Ibrahimi a.s. ka migru, ka bëj hijret. Ka thonë një muhajrin ila Rabbi, unë për shpërnguën e po migrej për shkite Zoti jam. Pra për hatër të Zotit të në për dalë për se s'mëj rriune me një këtë vend ku këtë dynjaja është fjalla për Irakun, Babiloni, atër sa njëfë si Irak. Ku ka qenë mretin e mërë dhe baba i ti në bashkë me ta, këtë ka qenë zlëmqarë pagane, sa që hodhe njerën zjarë, të në mësë zjarët, kë thane ka për shpërngujna. Dhe shkem Palestinë, largu shkem Palestinë, dhe pas ta ndodhe që ka ndodhe. E radha zë deri tek migrimi pejgamberit ton. E që Zotë të cekë edhe këtë në Koran. Pra migrimi është legjë. Veç atë ndojë migrimet? Gjithsesi, në fillimisht është legjë e Zotit. Migrimet, Allah i ka bërë shumë herë sebeb shkak që njerëzit, që Allah me ndryshue demografinë e dynjas, nga në popullatës, nga në kulturës, nga në ideologjisë, la ilaha illallah. Për shembull, po mos kishin migrue turqët prej Mongolisë atje, prej Azisë mesme atje. Po mos kishin migru turqë si turqë. E pastaj më formue se fese dikur si perandori. E vogël hajtë dikur e madhe. Edhe pastaj por me pas për bazë fenë. E tani me marë si mision fenë, ata morën si mision fenë, për me përhap. Dhe një me përhapën. Në Arabia tje rojten, erdhen këtë në Evropë, përhapën ku s'pat fejë më herët, dhe në praneve fejnë. Pra shëpë Zoti bëri sebeb, migrimin e tyne. Migrimin e tyne, e pas një kohë, me arë teknik këto, me nasjel Islamin. Allah e bëri sebeb, migrimin e Arabëve, tregtarëve, veçanërisht Jemenit, në përgjithësi të gadisht arabik, e bëri shkak sebeb, me kthy një pjesë të madhe të botës në Islam atje, Malezinë, Indonezinë, ato vende atje. Nëpërmjet tregtarëve, nëpërmjet migruesve, apo migrantëve. Subhanallah. Kështu që Allahu dënë në ligjet tina. Tash me thonë në planet tina, planet i bën insanit, të Zotës nuk thuhet që nuk i përket lartë madhërisht ti me thonë bën plane, por i ka ai dën ligjet e veta, orësit e veta, pra ndoshta Allahu dënë që demografia në Evropë atje dhe jemi duke parë, se Evropa vuan nga nataliteti madhë, dhe ka në për popullat, ka në për fuqi punëtore, tjere. E dënë Allahu që mas një shekull atje, popullata në Evropë ndryshu. Dhe ata me thonë, në një zaman e një kohë, ka qenë, por tash është kështu dhe kështu. Këtu sani janë, së pari janë ligjet Zotit, së dyti, tek në Kosovë. Është ana ekonomike, deri diku, por jo shumë, pak. E për mendimin tim, ana faktori kryesor është janë qeverit, menaxhimi i dobët e qeverive tona. Asnjë qeveri deri sot nuk ka punuar për mi bind qytetarët. E bindja nuk është vetëm teorike, por mi bind edhe teorikisht në përmjet mundësive, kapaciteteve që ka të sajna, me media, me arsim, me përdor fejnë, të natin përdor qeveria, se ka të mundësi, por dhe praktike, me hap fabrika, këta i shetën fabrikat, këta fabrikat i bënë ndërtesa,
Ja u dha njerëzve, fabrika që ka pa 200 punëtor, sa të ka marrë një njeri ka marrë 10 ndërtesa atë, 20 ndërtesa dhe masin punëtor që është atë. Dhe që është i kiti këtë fabrika në Kosovë. Që këtë kek nuk ka rretën me privatizu, që të poshtë nuk ka rretën për shtrajtën për toke, tërsen që ka metë pa privatizu në Kosovë, të ribë që pas ka metë. Edhe e shtra për toke. Pra qeverit nuk menagjojnë mirë, nuk punojnë. Edhe për haqëllarë, pasi Islamët do të më interesu për punën haqëllarëve. E manet i ka. Është e vërtet që s'mundet të gjithve, është e vërtet ajo. Se mund më thotë dikush mirë, hajde ti bënë, atje tani qeramonia betonëve, e vërtet është ajo. Por, do të më mundohë në maksimum, qoftë ka dy mama me i ba, do të më mundohë me i nalë tonë, djemë të tonë këto, në veçanti ata që janë kuadra. Thoni ati e kuadrë, ti këtu i ki vendin. Nuk të më të i bëjt pash, të tonë pësë i bëhen, por pa gjami nuk të lojmë. Minimumi 2 vetë në gjami. Neve që të hapë me ndjek, 2 vetë në gjami, asë një hoqë, edhe për një 10 vjetë nuk jetë pa punë Kosovë. Tu edhe 50 minimumi garantë. Si në Macedoni, e shambullë qysh që Macedoninë e ki, që Macedoninë, çdo xhami të to, në Gostivar, apo shumica absolut xhamive tash, mund të ketë ndonjë përshtim, i ka 2-3 punëtor. 2 hoxhallar, e ka hatibin, e ka imamin, e ka malimin. Plus mezini, 4 punëtor. Mirëmbajtës e xhamisë, 5 punëtor. Katuni pagun. Katuni pagun. Organizimi mirë, edhe pagun katun. Pagun katun. Pra, menagjimi. Dhe fundit, që është e përmërësi për mendimin tim, është edhe ndjenja e adhetarizmit ka ra shumë të këni. Ndjenja e adhetarizmit ka ra shumë të shqiptarët. Ne jemi shqit që jemi adhëtare sene, por për adhëtare jeti. Kurse ki tanat mirat këto, e që është ka në Evropë atje, për çka? Për një jetë kishe 20% më të mirë kishe. Dhe asimiliosh shumë shpejt. Asimiliosh shumë shpejt. Tani janë nisat e shetmenu, në jam kam kështu, një kam kështu, kam historia, në kam ballisë, në kam këto e të përdjeko, në... Së këthesh vendetëm, pse të shohë vendetëm. Pse vëllon nuk e shtën të vatonin tënë? Pse më shtu në miletin tënë, po më shtu miletin e huj atje? Thjesht, pse? Pse unë mi bo djem e vojza një pasër një pa kush do të qoftë një milet në Evropë atje? Të kam mi bo popullit tem këti saj toke. Ja, pa thua du vatonin tem. Duje. A ma mirë buke kërëp vendin tënë, a mjalt e sheqer vendin e huj. Nëse dënë vatanin, ma mirë bëke kërë për vendin tënë. Po. Thotë, selam aleikum, deshta me pyet hoxhën, s'kam fëmijë që 7 vite dhe kam vendosur me shku me bë rukje te një hoxh. Kam komuniku përmes WhatsAppit me atë hoxhën dhe më ka thonë që ma dërgoj një foto tënden, foton e gruas dhe foton e shtëpisë edhe mundem me ditë a ki magji apo jo. Ja, prallën ato. Jo bëllet me si të farfata. Prallën të sene. Bëllet, se këtë punë i bëjnë magjistartë. Fata. Unë të i bëjnë magjistartë. Hoxha i mirë, të bënë rukje, të kënën, Koran, ajete, që janë më të përzgjedhana, pëse këtë Koran është i laqë, të cilat, po, shpresojmë të i madhë zëtë, që nëse ke të banë, nëse ke sysh, ke haset, ke diçka me emër të Allahut Azza wa Jall, e të frynë do uje, mërë ata uje pinne, ose për në rukje veti bre, tash në YouTube e mërë lëshën tak, e prek atje në gjona angleze, gjermane, shqipe, e thua jetët cilat bëjnë rukje, edhe të qëtë arabisht atje jetët, hadithet, nga në gjësore, një orë, nga në qëtë njëtët janë, disa për dit, ngaj
bën rukje veti, ka pishto Fatihan, këno e 7 herë Fatihan, këno ajetul kursi të spidoven, këno kullu Allahun 3 herë, kullu dhe barabi fek 3 herë, kullu dhe barabi nas 3 herë, din që tu më zilezaj, edhe pështi durve, fry vetës, ose fry kape edhe uj, kape fry edhe uj, të këtë kënë shtësore, pështi uj ka pak, pastaj shta uj kape pije, laj syt me ta, rukje kja është. Pyetja radhës thotë burri më ka maltretuar shumë në fillim të martesës për shkak se u ardhë ngërbet e për familje dvet u shmërzit shumë. Ka i shumë ndërhak, i tham shpesh mos e ke ba shumë gjuna të onë ke hinë gjuna mirë, po thotë ai bashorti nuk e pranon, qysh muj me bind burin se s'jam robi ti për amanet i ti. Sakt. Së në bind se e kryte ka që ashtu baki. Së në bind se kryte ka që ashtu, vetën e ka, i do këtë vetë atë që është mreti yti, ta më shëmirë për thua dhe ti e sklav, si mbastina, në fakt ti e krijes e Zotit, rëbnish Allahu, ta zogjel, ajo rëbbi Zotit, rëbnish e Zotit, pra para Allahot jenë atë njëjtë, dhe para Allahot nuk ka përparësi i gjinia, por ka përparësi dhe veçmëria, njerëzilluku, karakteri, vlerat, puna. Me gjithatë, Allah i madhruar, si grua, të ka obligu që pjesë e vlerave, pjesë e dëvëtshmëris, është më përkujdes në e burrit, me respektu që atë burr, po për të respektoj. Po në pashë s'mu e bëj, as shpinë s'mu e bëj, mret s'mu e bëj ata. E haj nuk e pranon, po zullum i motër. Në zullum e zullum, ti tani, a e bën halal, se bën halal, a i thuet, ditë kiametit, ka me ta marrë hakun, ose kur gjo, zdo me pranu që ke bo zullum, se prana kohë, se prana, vetëm se, dikur ndoshta pranon, por ndoshta s'ta bëj halal. Po lexojmë edhe mesazhin e fundit për sot. U thotë selam aleikum, si të mbulohëm kur kretë janë kundër meje. Madje edhe bashorti. Allahu më ka udhëzuar pas 34 vitesh. Si të veprojnë këtë rast? Elhamdulillah që Allah të ka udhëzu, e pështetju Zotit, ati kofshin fal. E lutë Allahun tashmë natëve që zgatë, qunë natën, pjesën e 3 natës, në ora 4, sabahët para 4-ve, lutë Allahun më të letu i madhë Zot, më të letu edhe bindjen, edhe vështërsit, me të cilat mund të ballafaqohesh, edhe pështetju Allahut azza wa jall, e që të mbulesën, të kundërshtojnë, të qortojnë, nashta edhe të fynë ka pak, nuk ka dert. Nuk ka dert, përballoj për hatër të Zotit, dikur pajtojnë me emër të Allahut, sepse je tyne, je gruje tine, motër e tyne, familja këta, familja ta, ta letani madhë Zot, ati kofshin falit. E Allahu ka thonë, o me të qilla e gjallihu ma khërgja, ai që i tutët Allahut ka për të qilë Zotë e ullë të barëke u ta'ala. Allah të letoft, ja Rabbi. Dr. Hoxh, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij misioni. Sot, nderuar dëgjues dhe shikues të RTI-s, do të takojmë javën tjetër dhe atëherë më mbetshëm me programin e vazhdim në RTI.